Bismillahirrahmanirrahim. Unë fillimisht e falenderoj Zotin e Madhëruar së bashku me juve, e lutim Zotin e Madhëruar që çdo punë që po e bëjmë këtë muaj të madhëshëm të Ramazanit, inshallah Zoti na shpërblen me të mira, na i pranon agjërimin ton. Edhe njëkohësisht e lutim Zotin që pasi të më lesh të shtoj bereqetin që na ka tubu sonte këto. Edhe unë si imam i Mollapolçit, mbjen ju përshëndet gjithë juve edhe më dëshiroj mirëseardhje. Zoti ju shpërblej të gjithëve që ju keni përgjigj ftesës. Mu nuk mbetet me zgjat më tepër, ja kalojmë fjalën Mollarasimit që të na flet diçka shkëlqyeshme. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam. Ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit. Po më duket më shumë kështu po nisi kështu. Mirë. Allahu i shpërbleft Haxhi Maliqin, pe themi Haxhi inshallah bëhet shpejti, i cili është bërë sebeptar që na ka mbledh këtu. Dhe jo çdo mbledhim, po pas ka mbledh për tona omre. Veç për Shqipërisë, po i mungoj kanë, po nashta edhe për Shqipërisë të tjerë. Allah i ta shtof bereqetin, ta shtof mirësinë, Allah e boft këtë udhë të bereqetit, të imanit, të mirësive, të punëve të cilat i gjanë në peshojën tonë në ditën e Kiametit. Pastaj Allah i shpërbleft edhe këta dashamir e miqësie Jarona e Hoxhallar që janë ardhur, edhe secili me prezencën e tij e ka jeshu dhe e ka bërë më të jeshëm këtë iftar, sepse iftari është i jeshëm, është i mirë, po bëhet më i jeshëm me njerëz. Kur isha para një muaj po më duket, ose dy dhe që shtu diçka në Gjermani, me një xhami atje dhe po më thënë hoq, 28 nëntori, qysh me lidh dyqysh me ders, është vallahi me ders lidhet gjithçka. Edhe i tham hajt që t'ja titullin temës, dhe dashuria, edhe patriotizmi sipas fesë. Edhe një 40 minuta së më dole me fulbi. Shka s'kesh. Kryesorja, na e kemi kalu një fazë të komunizmit, që ju që keni më të vjetër e keni më rrinë, është bërë përpjekje maksimale që me nxjerrë fenë armek të këtij vendi. Edhe armek të shqiptarisë, edhe armek të trojeve tona. E që nuk është e vërtetë kjo absolutisht, mirë po, deri dikonja kanë arritur. Sot, po thuj se e njëjta përpjekje vetëm se me një format tjetër, po tentohet më u bë që ata në shohim ata lëvizjet e çonit, janë shumica e tyre që një kohë kanë dhënë një për një dhej, ama qëllimi është që fjalët e tyre me met në për njerëz, edhe me thonë që më të vërtet hoxhallarët e Serbisë, po punoj kanë me Serbi, kundër ndërtarizmit, kundër flamurit, kundër atij, kundër këtij, e kështu me radhë dhe me met çdo fjalë. Sikur si kanë met plot fjalë, s'dim kush i ka thonë, po kryesorja kanë met. Qëllimi i tyre është çdo fjalë me ilon popull, mirë po e vërteta është ai që don me kshyrë në sy të vërtet, e vërteta është se hoxhallarët janë kanë pikërisht ata që janë zit njëtin kazan me popullin. Populli ka hjek, hoxhallarët kanë hjek me ta. Populli nga Teresa, hoxhallarët janë marrë me ta. Populli Bela, hoxhallarët me ta. Populli Martesa, hoxhallarët me ta. Populli aty, hoxhallarët i kanë pas gjithmonë edhe janë shku me hoxhallarët. Normal në takotin e vet, që kanë pas hoxhallarët atëherë, po kryesorja on gjithmonë hoxha janë sjell dertet e popullit, edhe të njerëzve janë sjell rreth hoxhës. Sepse nashta hoxha ka qenë më i ditur, hoxha ka qenë më i besumi, edhe mbetet më i besumi, sot këtë me i vetë, prapë mbetet hoxha më i besumi, pavarësisht se ka çka ka. Edhe në atë ligjëratën aty që bëram në Gjermani, po i tham atyre, popujt kush i ka kriju? Domthon kush na ka bërë shqiptar neve? Allahu. A na ka vetë ju? A e kemi zgjedhë me lind në Kosovë? Jo. Me lind shqiptar? Jo. Domthon Allahu na paska dhënë. Mirë, pastaj që ky Allah po thotë, Allahu është që ju ka bërë fisë dhe popuj, mu njoftu me zveti. Domthon fisë dhe popuj me jetun me zveti, jo mu shkrinën njëri tjetrin. Edhe kjo është synim edhe qëllim hyjnor që njerëzit me jetu me qatë gjumë, me qatë racë, edhe me qatë të tipare që Allah e falë, me qatë me jetu edhe mës me i përzijat. Sepse Allahu i lartësuar me rabo kështu, i ka dallu gjumë, i ka nda gjumë, i ka nda popull. Mirë, tash që kjo Allah po e zbret një libër
që na me punu dhe me jetu si pas tina që është Korani, e para ti ka posë dhe libra tjerë. A ka mundësi që ka Allah me na kriju neve në popuj, me na donë popuj, edhe me zbrit Koranin me thonë, kur gjës është popuj, kur gjës është raca, kur gjës është kombi, shkri nuk e të bënu një, s'ka mundësi. Sepse bjenë kundërthani kje. Allahu nuk e bën këto. Allahu vetëm një sen e ka ndalu. Aja është kur përdoret kombi, kur përdoret raca, me i bo zullum dikujt edhe me shkel. Për shembull, njëri për shokët pejgamberit alayhi salatu wassalam, Bilalit, i cili ka qenë me prejardhë për Afrikës, zëzak, edhe kur janë rrugë diçka me fjalë, i ka thonë as për biri zëzakës. Sikur të na sot më thon dikujt, i bëj ma gjukë sa çto diçka. E pejgamberi alayhi salatu wassalam të bëhet. Çu që thove, do të biri zëzakës, të shako këma pak se ti. Do të këto sene janë gjahiletit. Këto s'bën me ty si musliman. Këto nuk bën me ty si musliman, se Allah e ka folë zia thonë, e ka folë zëzak në Afrikë, ty të ka folë dëvrokët për shembull, ose e snert ka folë në Arabi, ndërsa tjetën e ka folë të bardhë. E kështu që nuk ka mundësi feja Allahut të lartësuar, e cila është shpjegu drejt, është interpretu drejt, se ka njëherë ka mundësi mu interpretu keq. Ama nëse interpretohet drejt, shpjeguhet drejt, nuk ka mundësi kur njëherë me ra në kundërshtim me zakonet e mira, me senet e mira, me adetet e mira, s'ka mundësi. Nuk ka mundësi, sepse Allahu i lartësuar e ka kriju njerin që të formë, dhe që kjo Allah e ka zbrit njëtin liber që e ka zbrit njerit që të liber që mu përshtat edhe me punu me to. E kështu që na nuk duhet me bardë këtë ngarkisën se tash afeja apo kombi, tash apo jesë fetar, as po jesë fetar, edhe kanë herë kur folet për një gjë, po ju kona betari mirë. E tjerë çka janë konë? Ti je çka janë konë? A di që nuk ka hoqë sot, vetëm se bëhet sebeb që me i pështu plët familje mos mundo gruaja prej burrit. Unë veç unë, domthonjë që jam shumë i ri në fushën e punës, si ka 4-5 vjet që jam marrë, me i kallëzu sa raste. Nga ka bo Allahu i lartësuar sebeb që mos mundo, elhamdulillah. Ai tjetri ka raste që e kalon drogën, ka raste që e kalon shumë punë tjera të shija. Mirë, që kjo s'është detalizëm, që kjo s'është patriotizëm. Sa njerin e kom shti, une, e tjerë të zhëllon, që me shku të nona vete, mi kërku falje, që ka dorë për shpije se ka ike, me shku mi kërku falje, me kojt, e babës mi kërku falje dhe mi thonë që kom gabu. S'është detalizëm kë? Sa e tjetërin e kemi mësu që mës me vjedh vendin, mës me vjedh shpijene, mës me vjedh shtetin, sa detalizëm kë? Apo detalizëm është 1 euro, 2 euro me prej një flamur, kur t'jen dita e festës, pavarësia, shkoj dita e festës, hajde vjedhëm vendin. Na duhet këtu konceptet, nuk duhet me na i shit kërkush neve, po na duhet me pos konceptin e qartë. Sepse feja kërkon nuk ka mundësi mundesh me zakonet mira. Çdo zakon që e ka po të Arab, që kon të Arab ti mirë, feja ka heshtë dhe ka thonë vazhdonim. Çdo zakon që nuk kon i mirë, ka ndru Arabëve, jo Arabëve dhe krete, për arsye se njerëzit në tokë nuk janë orë me punu, me jetu veç vetë, edhe unë du mu zgjanu që shdush, edhe mu jetu që shdush, tjertë në të bënë që ka të shesë, se ka hisën e vetë. Edhe nuk zgjanomi ma tepër sa që kemi hakna, vetëm se kemi me hi dikuj tjetër në hak. Këtë dëmëhan paka shumë rreth asaj se a mundet fetari, ose hoxha më kona dëtare, e kështu më radhë. Mirë për na, si popull, kanë heri kemi dosene, kanë herë, alhamdulillah, jo shpesher, po kanë heri kemi dosene në brapshta. Edhe shka, fëmijën e vogël si ta zatiti, me thëmë, pepe, a e dënë nonën ma shumë atë babën. Shka më thonë a i shkrejti? Pse pja krijem këti një konflikt, po o kon heq. Tasha e ka mu nonën me nuha, nonën tasha babën. Pse pja tonë? Pse po i banë konflikt, edhe hasmëri, po o kon aty heq. Isha të që unë i ditë djallin në shkollë, na përshihen, edhe një gjematli i vjetër aty, tha, ho, që kjo është ma e mija. Ma e mirë se mu falë. Tha, ma mirë me shku në gjamia, me qu thëmijë në shkollë, tha, shë jam të qu thëmijë në shkollë dhe ka mu kry në gjamia me falë. Pse mi do këtë? Pse na me kriju konflikte? Ose kumbja feja? Kumbja feja. Dhe mon, këto kumbja feja, këto ne kanun komunizmi, s'ka dyshim aty, që më në armitsu neve me fejnë islame. Nërsa fejnë, edhe veç të shqiptarë, edhe feja islame në ka rujtë sot, që të gjunë që je kemi, këto e thojnë edhe ata që janë musliman heq. Që të gjunë që je kemi, që të zakoni që je kemi, na e përmendu më herët plët shqiptar kanë med në Sërbi, po s'janë mo shqiptar. As nuk janë musliman si na, as nuk folin shqip si na, edhe na orrejnë me na po në ngryk të furës, ose në furë të qyreqit, këshyri me na shtjelë ma shumë. Shqiptarën edhe ata në gjak. Mirë po, kanë med të shkijet, jenë bo shkije, si këtë. Ndërsa, që ta shqiptar që i kemi këtu, edhe që e përmena një ditë,
që ta muhaxherin që i kemi, kanë ikë prej atyre vendeve për me erujt që të shqiptari dhe për me erujt që të dignitet dhe që të fej që e kanë. Se për ndryshe, kishin hesh dorë prej fejes, edhe të kishin hek dorë për shqiptari, sot ishin Serbi, edhe ku me ditë që i kishin punë, ta mo shqiptarë nuk ishin. Shqiptarë nuk ishin. Po e përfundoj këto, këtë muhabetin, se e nisa, nuk e di. Pa e bon men që po delë qështu, po kryesorja, po e përfundoj me një intervjist një herë e përmendin Erdoganin, apo e përmendin Erdoganin këto jo. Apo me përmendin Erdoganin, po thot. Qysh? Apo me përmendin Erdoganin këtë. Se ju? E mirë. Erdogani shkon në Algjerë, pëte Algjerin, Algjeria. Edhe atje në Algjeri edhe tjerë kanë mush menën, dikujna, që perëndëria Osmanlit na kanë pushtuar, na kanë vrarë, na kanë mytë ditë. Ne. Edhe quhet një gazetare e Algjerisë, edhe frangjesht i drejtohet Erdoganit. Tash Algjeria unë frangjesht. S'fol arabisht, anglisht, po frangjesht. Edhe i thot ti thot sekretari i Turqinjes edhe para arstit e to Osmanli neve na kanë pushtuar, na kanë mytë, na kanë ashtu, na kanë bukshtu, a do të më na kërku falje? Erdogani thot mos të marrë referencë Erdoganin këtu, po është me rëndësi edhe që ka përgjigj. Thot, me të pas pushtu gjyshrat e ne, që shpo thoti, ti që ta është pyti me kështë e botë turqisht, jo frangjesht. Po heca dajle. E kështu që, e vërteta është se Allahu i lartësuar e ka nderu se cili njeri me këtë islam, me këtë islam ja ka ru dignitetin, me këtë islam ja ka ru gjuhën, me këtë islam ja ka ru të në tiparët që i ka posë. Sot na e kemi Sahihun e Buhariut. Ata ka dhonë Mulla Sultani Sahihun e Buhariut. Sahihin e Buhariut, ata ka dhonë Mulla Sultani atë librën. Sahih Buhari. Sultani. Po. Buhariu ka shkru arabisht, ka mësu arabisht, i ka mojt derset arabisht, krejt dynjoja e din që ju kanë i Uzbekistanit Bukharës. Edhe as nuk e ka shkri Islami, as nuk e ka bot tjetër kamet i Uzbekistanit, ai tjetër kamet i Iranit, ky tjetër kamet shtu, ky tjetër kamet ashtu, edhe pse i kanë shërby fejs. Allahu ju nderoft e gjithve, ju shpërblet që bot sabër me ngu, Allahu të dash bereqet ani Haxhi Maleq. Sallallahu sallam ala nabina Muhammed. Që të qaj mu ka ftu, ilaz. Ilaz. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut të lartësuar, të falenderojmë dhe vetëm për t'i ndihmë dhe falë kërkojmë. Paqja dhe mëshira Allahu qoftë mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Fillimisht e lutem Allahun e lartësuar që pasi malesit e shpërblen me shpërblimin më të mirë posaçërisht në këtë muaj të Ramazanit, që përgëzojmë gjithashtu që është një shpërblim shumë i madh. Në një hadith madhështor që njëri prej prisave të jehudive që masane pranoi Islamin, thot takimin e parë thot që kom pas me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot në Kuba thot posh njerëz që ishin të bu shumë afërtinaj, një turme madhe. Dhe thot u afrova aty thot edhe në shiqim të parë kur e pash e kuptova që ky njeri është njeri i sinqert, njeri i mirë, nuk është rrem. Edhe thot fjalët e para që kom dëgjuar prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam thot në kon që أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بالسلام. Ku thot fjalët e tij ndëgjova të para që tha o ju njerëz, shpërdoni selam sa më shumë. Do të thonë selam atij që di, atij që s'di është sevap shumë i madh. Edhe jepni ushqim njerëzve dhe falni natën ku njerëzit kanë fletë, në posaçërisht tash mujt Ramazan që ka sevap edhe më shumë, më fal namaz natën të arabicit ato. Do të hyni në xhenetin e Zotit të ju me selam. E lutem Allahun lartësuar që edhe pas males me shpërblyje e më i dhon jetë të gjatë e shëndet e iman e ibadet e më prit shumë Ramazana me iman e shëndet. Po gjithashtu edhe ata që kanë ardhur me sallan që më shpërblyje dhe ata do thotë kanë shpërblim të veçantë për shkak se transmetohet një hadith që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë se një njeri përpara gjatë historisë thotë ka vizituar një vëlla të tij musliman për hir të Allahut. Edhe kur ka shku me një vend në një lugin, Allah i lartësuar ja dërgon një melajke.
Edhe ajo shkon edhe fol me to, i paraqitet fort njerit edhe fol me to dhe i thot ku po shkon, thot po shkoj për vizitoj filonin, thot për çka, thot a kena interes diçka, thot jo vetëm për hir të Allahut jam të shkoj vizitue. Atëherë me lajke tha on jam një dërguar prej Allahut, një me lajke po marr më të kallëzuar se çish po shkon të viziton ato që don, edhe Allah lartëson ty po don. Edhe lutë Allah gjithashtu që edhe ju më dhoni shpërblim. Plot. Amen. Edhe neve dhe ju me kretë. Shkurtimisht masi jemi në muajin e Ramazanit, deshta që fillimisht me falendëru Allahun e lartësuar që na mëson edhe nërë me kriket muajit bekuar me këto vlefta kaq të mëdha, për të cilat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam para se të vinte muaji i Ramazanit të bënte sahabët dhe i përgëzonte për këtë muaj shpërblime të mëdha, madhështinë e këtij muaji, se sa ka shpërblime të mëdha në një muaj që hapën dyert e xhenetit për shkak të ibadeteve të shumta që bën musliman, dyert e xhenetit hapën për një musliman në to, mbyllën dyert e xhenemit dhe në këtë muaj është një natë që ka vlerë më të madhe se 1000 muaj, më shumë se 83 vite. Allah i lartësuar ka thënë se agjerimi është për mua dhe unë të ta shpërblej atë. Pra Allah i lartësuar e ka përgatitur një shpërblim të veçantë. Dhe në hadith qudsi Allah i lartësuar thotë se gjitha veprat e Ademit, bitëve të Ademit janë për to, vetëm agjerimi thotë është për mua, do ta shpërblej. Do të thotë se veprat tjera në përgjithësi kanë një shpërblim të caktuar. Që ka thënë Muhamedi alayhis salam, çdo e mirë, çdo sevap shpërblet me 10 herë më shumë. Kurse për agjerimin Allah i lartësuar çka e ka fshesh shpërblimin, më tregu që shpërblimi shumë është i madh. Sikurse një njeri milioner që është pas lik shumë i madh, edhe thotë kush ma krin këtë punë mirë, unë e di që do të më shpërbli, edhe është bëjar, krejt do të garojmë, pse se e di që më kanë shpërblim shumë i madh. Po kur është në pyetje Allah e di që diçka është shumë më e madhe tek Allah i lartësuar. Gjithashtu prej vlerave të këtij muaji është që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se besimtari ka 2 gëzime. Njërin kur e kryen agjerimin, gëzohet që ka kryer këtë ibadet, edhe gëzimi 2 ditën e Kiametit kur të merr shpërblimin tek Allahu i lartësuar. Era e gojës të agjeruesit është më e dashur tek Allahu se sa era e miskut. Nuk ka dyshim se agjerimi ka shumë qëllime, shumë dobina të mëdha, për atyre është thotë që Allah ta njerëz pasanika që janë të mëdhaj, do thotë kur muajin e Ramazanit, kur nuk hanë, nuk pinë tonë, ja din më mirë të vartë dhe ndihmojnë atyne. Pastaj prej dobineve tjera gjithashtu është që agjerimi ka dobi të mëdha shëndetësore, siç e quajnë edhe operacion pa breks, do të thotë që shëron me mjekon shumë smuja, e shumë dobina tjera, po gjitha këto janë disa prej dobive, ndërsa qëllimi dhe dobia kryesore është ajo për të cilën Allahu i lartësuar ka thonë la'allakum tattaqun, që ju më bë më të devotshëm edhe më të mirë. E devotshmëria është vëllezër të nderuar, është ajo kryesore çka krejt do thotë ndikon për njerin shpëtimi i tij për të ditën e Kiametit. Për ata transmetohet që një dietar kanë shku disa nxënës dhe kanë thonë jemi duke ndërë disa shok, disa musliman, që shumë po na friksojnë për botën tjetër, për dënimin e varrit, për xhenemin, për ato, saqë kena menduar që mos më ndajt me ta për shkak se ata po na friksojnë. Ka thonë që ata më mirë më ndajt me ata që ju friksojnë derisa të siguroheni, më kon sigurt ditën e Kiametit, sesa më ndajt me ata që ju sigurojnë e pastaj më dënuan. Sepse Allah i lartësuar u betue në madhërinë e tij dhe ka thonë se pasha madhërinë time, ka thonë nuk do t'ja bashkoj robit tim 2 frika dhe 2 siguri. Pra ai që ka pas frikën Allah në këtë botë, botë tjetër ka më qenë i sigurt. Ndërsa ai qenë i sigurt në këtë botë, në botë tjetër do të jetë i dënuar. Posaçërisht kjo devotshmëria, takvallahu është ajo kryesorja, vëllezër të nderuar, për të cilën edhe Allahu i lartësuar e përshkruan një skenë për skenave ditës së Kiametit, ku tregon se xhehenami do të jetë vendosur e mbi to, në mes tina do të vendoset ura e Siratit. Edhe nuk ka njeri që s'ka më hije aty për midis xhehenamit më kalue, me kaluarën e Siratit. E Allah i lartësuar thotë: "Wa in minkum ila wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya." Allah i lartësuar thotë se nuk ka asnjë për juve vetëm se do të kaloj për mesën e xhehenamit, në urën e Siratit, e Allah i lartësuar thotë në ato çaste kur të kalojnë besimtarët, Allah i lartësuar thotë aty do të shpëtojnë ata që kanë pas frikën e Allahut të lartësuar. E pra agjerimi është ai çka më shumë ti çka ndikon që besimtarit t'ia shtoj frikën ndaj Allahut të lartësuar
E lusim Allahun e lartësuar që na i pranoj gjithë këto ibadete që i bëjmë këtë muaj bekum, e lusim Allahun e lartësuar që ta mësoj që të presmi edhe shumë Ramazanat e tjerë në iman e shëndet e ibadet, ashtu që Allah është i kënaqur, Allah është përbleft, Allah nderoft. Bismillahirrahmanirrahim. Selamu alaikum të gjithëve. Fillimisht falenderoj azërmalisht për ftesën, nderin që ka bëu ju për gjithmonë të kaluarën, që jemi mysafir të tij. Ne jemi dëshmitar sot që po hetojmë politika është instrument kryesor apo mjet kryesor ndër instrumentet kryesore, ndër mjetet kryesore që udhëheqin jetën tonë. Prandaj edhe ne si besimtarë s'kon të qëndrojmë indiferent përballë politikës, nga se sa më shumë që qëndrojmë indiferent, aq më shumë politika merret me neve, dhe kur ajo merret me neve, atëherë është në pyetje se si të ta udhëheqë jetën tonë. Jemi dëshmitar që 25 vite mas luftës, edhe pse është modernizuar politika, janë shtu kuadrat, është rrit edhe sasia, edhe cilësia e politikanëve të Kosovës, por megjithatë pakënaqësitë e qytetarëve janë në rritje sipër në shumë fusha. Kjo është një ndër arsyet nga se ata që kanë udhëhequr me vendin tonë, për to 25 vite mas luftës, dhe që udhëheqin edhe sot, nuk kanë punu dhe nuk punojnë në bazë të mësimeve të fesë. Mas shumë punojnë dhe janë të udhëhequr nga ambicit e tyre personale, egot personale. Dhe ne jemi dëshmitarë si besimtarë që jemi musliman, se pakënaqësitë vendin tonë kanë qenë dhe do të jenë, aq më shumë sa jemi larg ligjeve të Zotit. Dhe më thonë, përderisa udhëheqemi nga ligjet e njerëzve, atëherë pakënaqësitë dhe padrejtësitë janë shumë të dukshme vendin tonë. Në momentin kur arrim që vendin tonë ta udhëheqim me ligjet e Zotit, atëherë do të vinë shprehje edhe drejtësia e cila mungon, por shumë gjëra tjera të mira pozitive. Kur flasim për ligjet e Zotit, mos ta harrojmë se ky vend 600 vjet udhëheq me ligjet e Zotit. Dhe kur udhëheq për 600 vjet, ata shqiptarët i bëjnë edhe më të fortë kombëtarisht, edhe më të fortë fetarisht, edhe drejtësia apo në nivel më të mirë se sa që është sot. Prandaj edhe na si besimtar musliman nuk guxojmë të lejojmë që ndrojmë të fjetur dhe të lejojmë që jetën tonë tash edhe fëmijët tonë të udhëheqin me ligje kundër ligjeve të Zotit. Por duhemi të punojmë, të angazhohemi, nga se vetëm të udhëhequr me ligjet e Zotit mund të sigurojmë një jetë më të mirë për neve dhe fëmijët tonë. Sot jemi dëshmitarë se kur më shumë nuk është dobësu familja në shoqërinë tonë. Është dobësu morali, edukimi, gjitha këto është duke na përcjell fati shumë vendeve të tjera që familja është rënë në nivel të dytë. Pikërisht në emër të barazisë gjinore sot bëhet padrejtësia më e madhe edhe ndaj femrave, grave. Vrasjet, dhuna dhe gjitha këto të këqija po vinë për shkak se vendi ynë po udhëheqet me këto ligje që po miratojnë nga dora njerëzve dhe që janë ligje në kundërshtim me mësimet tonë të fesë. Neve Zoti na ka mundësuar ta fitojmë lirinë, por na nuk guxojmë të harrojmë kush jemi dhe çka jemi. Na duhet të punojmë për vendin tonë, është e drejtë e jona, të cilën na ka garantuar Zoti që ta kërkojmë ligjin e Zotit vendin tonë, por varet në vetveten tonë. Deri më sot ne fatkeqësisht nuk kemi të punuar ashtu si duhet, apo të mamit të themi udhëheqja nuk është të punuar si duhet, por megjithatë nuk bën të dorëzohemi, se kemi kaluar edhe periudha edhe më të vështira, edhe nuk kemi dorëzuar. Por në 100 vjet komunizmi është munduar neve me na armiqsu me fen, nga se duke na armiqsu me fen, ka arrit ta dobësojë identitetin tonë edhe kombëtar, edhe shoqëror dhe vllazëror. Prandaj ne kemi të kaluar në jetën 100 vjeçare të komunizmit, se si u munduan të tjerët neve të na largojnë nga feja, por pa sukses. Nga se feja është shpallje e Zotit, Zoti ka garantuar për ne, dhe detyra jonë që të punojmë me fe. Sa më shumë që punojmë me fe, sa më shumë që punojmë me mësimet e fesë, do të arrijmë që vendin tonë të ndoj drejtësia, të ndoj mira. Edhe një falënderit, Allah do të vërejë. Para se me këno. A Gjemaleq, shka e në sakt, Molla Ahmed Gutën. Ahmed Gutën e këpon bok naunas. E Molla Hamiti në Molla Vesailit në konë kërshëve. E Molla Dhemi vlavi Molla Vesailit, u konë, në Vojvodine e kanë pushkatu shkitë. Po,
mas pari se ma dha fjallin pa harrova, mas pari selam aleikum. Më kanë qashtu ka E pas. dyta, Për Mullamitin, e 2-3 fjalë me përbrerë kështu. jo du me fol një herë lidhe me ty. Ja, Se Leon. më thohe, Erdoganin a bën me përmend. Para 3 vjetë, ushtëria e Forit, prej Prizrenit, këshim po një shumë të di hymë, kanal e keme nejqë atë. E shkoni komandant i Izrael, edhe 3 ushtarë tjerë dhe për këmësi shqipë. Së më pak, ti turqit së pak, ishë s'po më bëgjajtë, edhe po thatë komandanti, për këthyse, për i basit malis du me Forit. Po do me Forit, ta shfarë, ta unë komandanti, anë e thash një se keni orë. Ta unë e pasi malis, po thatë këtë komandanti unë, asë jam shqiptar, asë basanat, asë jam arab, po jam turk. Thashe mirë të qashtu thash që s'po thot unë. Pa e po thot të shta. Thashe dhe unë asë jam turk, asë jam basanat, asë arab, po jam shqiptar. E po kush na bashkon? Na bashkon thash la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Dhe Allah ajo çuma ka qikë në 2 dorë. E kam thani djalin vesh kur ti bën një 2 vjet me gru me djalë çto patar nuk e la. Ta dash përgjigjem do ku çim pyete. Po, a u çfarë? Tash ka bërë ka zënë Mullamitin. E tash ti po foli për babën e nënës tem. Muhammed Sultan se unë kur jetuar me ta. E babës tem basti delinë edhe me ta. Ajo kon hoq, edhe karakteristika kryesore kon që si plisi dhe shallin e varë ka pos. Kur s'ka qi tjetër, atë qeqe, atë ka pos, vetë plisi. Po Mullahamitin kër e ka shti sërte në erdinës, po me thomi falem dhe u shqiptarë të ini mu sërte. Në përrek në erdinës, mas do ditë e thot dhe djallin e malë Bajramin. Edhe me erdar gjyqi. Kur shkojmë, ti hojë rrise, jeliot i bëzë e këmë gjatë e të djallin. Kur hin djallin, banë kom qak, kë gjyshe më bafte delijën të këtë. Pa dhe Mullamitin vetë me vete, valla, bila më kësë të ushkojnë. Dhe djallin shko, se vetë këtë që nuk. E ka pas një vla Zenel, po të ure, po njëri mirë dhaj, po të i rikë, po e ku majtë me mirë. Kur shkanë të vla Zenel herë, unë e më kësë të ushkojnë, se qërë mund është, po Bajramin që ka me panë në të minë. Edhe du me ikë, Macedonit du me dalë shkojnë. Apo vjenë. Ka e kam pas maru më atë unë jam kon i vogël, një plakë që ka rritë shkaj shpe atje, ma i vogël si dhe. Një kru me dhe rakasha, rake uj, në rasë ma të dhe për ke rak, që nuk kanë drejët që kanë hina për kavanut. Dhe dhe thëtë pas e ojë isha orë me ty, po më një të kru një i rakashës. A si ka për kru rakashës, po sa ka kojnë me lëmë. E babgjyshi vetë ka torë në 3 djemë atje, për në edhe Macedonin që ashtu ka ndjekë, po me falendru Zotin Mospori që i ka shkru me nejtë në Macedonin, edhe shqiptar ka pas bukra atë, la me Turki i s'kime dalë. Që Turki me nejtë, edhe Macedonin kundru ka ndruje. Tëni ka pas ta e djemë edhe ata i ka ndruje, tash i ka një pa. E Mullahamitin ka ik pe dhumë në sërbe. Ajo ka ndru Perizajt, me babgjyshin të me bastit e ti. Po dhe me që më banë balë që sajna. Krejt me bastit e ti, ja babgjyshin që i ka pas Mullahazijin ka me osi që matërim nuk ka po luftës. Gjemi Slaunin, Halish Greshën, Sefer Greshës, edhe Haqeroshiti i Zesë, këtë me shni ka po da gjysh jam sikurve, ja ka si dhërë. Su kur për marë shemull, Allah e nësë ma shkruë për gjëna se ka për në tohën, zarë unë se kam i këtë ma ka shmu zluti, me shqi bura si jo hoxavar dhe detar me ne me jupe. E tash një kosh kur thët, shka na vynë feja e sëtë shqiptar, a i nuk më me këtë atë svetar. Vele përseki një rast, kur shumë numër e vjetë, me qëtë pejon, me qëtë ndritim, erë një unë i piqopës e po prejtë atjo. Te e zinë hoqë atje qësh jam, po, lakë, e shposi një të në styrën gjëne. Sa bas, sa në marim në ligu se, e kon shpërthy peja atje lartë, të pisi post me pizbarë. A rëdjallë, a kujtëve që jam tim shkumpja? Ta, ja ta vizdeshta më e pra shkamë në nëzi, ta shumë në kështu me nejtë. Njerëzi që thëjnë e kemë prej orë me majmunit, halë ju kërë majmunit. A që këtë popëll qëto dhe kejtë njerëzimi thash, prej orën e kemë prej Ademit, a.s. dhe Havës. E ma kanë gjithë për qapën, ishko një unës dërgashët, të studiu atje. Edhe, ju falë në drejtë gjithë, që këni përgjegjë shtesës, me ku po që një po bashkë, se ti kush ka që s'ni hinë në zrejti. Për shtu du të më njofë dhe më lirë. Se ka të nga shqiptarë shumë fanatika, ma e keqë është pabesimtarë. E pabesimtarë shka në vynë hoqja, shka në vynë feja.
A kur po des, po dhe të hoqa me shku mja le o gjenazën. Hoqa mja kënu krejt, ato e ceremonit petare. Edhe hari bon shikajt. Këtë një herë, më në rësim, edhe më në herë zejo kam me utohet, më kalje. O, zëtë i sa të shkërë sa hopa këtë ruë, këzim këtë meti, për shemë. E ta është i me trauma, se vokë ma shumë. Ma që është janë, këta ku marë në uva, ljolli a fuzilatit të nipim, të një janë këta pe janë të mullakzimi, se për të mullakzim. Edhe haqilin të nipim, edhe ju kajtë sa herë ju kanë si të rruta, se vokë ja shkru. Edhe mullakzimi, pijë Petrusit, me orë pijamis, ta pasi ma lesh pak short, ku shkaj në shpe, e vi, me fitu se vapi ma shumë, ku shkaj në Petru. A ke shku Petru? Edhe kjo një pisha shto, më da penzija pej Prishtinë, në Stali Bajrami, kjo është pej Torjakës, baba dhe bëgjyshi ti, jenë konë të bëgjyshi janë 68. Halaj kom kasetet më këtë forë. Halen konë shahira dhe fetarë dhe bukra. Edhe kjo që ashtu më shahir, po dhe fetarë. Se mos me konë fetarë. Në herë dy i sharë të unë mos i sharë. Se kësha omër i ftorë, Ja, ma i ftorë, po një sharë. Po shqyqyr që i Pas pasë. për kushëre? A? Mëse pas për kushëre? A Gjemaleq, Çfarë fisi? Bëtysh. Si ja bëteshën. unë edhe ti i pas me dojt me një vend. So dhe unë një pjesërsi. Tash. Këta këtë, da ku marrë mikrofonin. Ja, vesh në gazë. Vesh në gazë da ku marrë mikrofonin. Une, babgjyshi jem, baba i nanës, e mbrësh Mustafa o konë, a i ka nejtë shumë me hoxëllar. Ma Mustafa? E mbrësh Mustafa. E mbrushi. A i ka nejtë shumë me hoxëllar, mulla Hamete, mulla Hamitin. Veseli, nuk e di e ka, mulla Mustafa, mulla tjetër ku shukoni më lërë. Mulla Ademi u konë. Mulla Ademi. E këta i ka do shumë. Kryesori anë e ti dojtë me një veni O, pasi. kusheni. Edhe, A për njëzë të, po kësëre? Allora, ke konë fotografi e vjetër. Ja, vëlla, e në po, ke po shumë herë, pas të të kujtu. Po. E po ku me Mulla di. Beqa. Mulla Beqa i ka shohë. Mulla Beqa. Mulla po supit dhe purime shumë. Kryesorja, ju që se keni ditë, Mulla Hamiti është kompi hoxhallarëve të rrallë të kësaj jane. Ndërsa kusherini ti Mulla Veseli u konë Ali. Bash Ali. Sa që kur janë shku t'jem me mësune gjithë po këtë i kanë thonë, kujna je dhe ti Vesel Gutës. S'ke pas në ujë me ortena, ilme në kia tje. Mirë po, për e me zollumë i madhe shkive, ka do që i ka qitë të dytë, edhe Maqedonit të dytë kanë dorë, Mulla Hamiti, se kumë nëzu një farë libër që i ka dojë gjolli vetë për Mulla Hamiti. Mulla Hamiti i shkon mazgan. Mulla Veseli, të kënim kish pos ma shumë. Edhe e bejke Mulla Veseli, Mulla Hamitit, ta kësha pos azgan lëkin tanë, jeti ilmin tanë, i shbon omin. Mulla Veseli dhe po zi, që po thëjnë në kanë shqita gjadarë, po o gjatë herë me të që ka piju, kam shërë një sa të mos shkodarë shpenë, Ana bën, po. Selam aleikum. Gjallor gjithë. Mirë se keni ardhur. Ju falenderoj gjithë për pjesëmarrjen. Maliqit Zoti Allash bereqet. dhe që po që hajë më. Jeshëm në javë, ku është ndërum në bërë me Maliqit Smojlin edhe e kesh në shakien me vete edhe për ma bën. Sa liberomi tha, ka për tha kongën, tha fry një era. Unë edhe për këshyrja, unë është frynë, kërkon të ashtu ka frynë bërë Maliq. Po e kesh ke dëshirë. E sonte nësi jemi edhe notë Ramazanit, jemi në Ramazan, se ju notë Ramazanit. Netë Ramazonit. Netë Ramazanit, po e zgjidhe edhe një kongë që edhe për dëshirën e juj, Hajde, inshallah. S'ka të nëzat. inshallah. Si do me të gjithë. Të të gjitha për të të A që li varë gjithë. Jep sa jetë. Bën. Gati jemi. Otri dhe dit janë draj Amazonit. O jesh miro jo timi
Shleje banjise O shkone vjen bërë raja Amazoni O se man bejesen der këdjali O gjatje kush marashe të bilini Ai o paska shjelen adrana fili O drana fili mërkisht e pashil O voktin e jeko O prej pranvire O voktin e komar prej pranvire O vjen arshiko Jehnaj berejire O vjen arshike mërnaja berir Ai o jemi kojoke O për shumë herë O shkini syzi marjova që më qoni Ai o se na kejena O bal shumë dirte O se na kejena marë bëllë shumë dirte Ai gjithë pangrejim O preje gjilit O gjithë pangrejim O preje gjilit Ai syje vijet la O vëdet na shtejirin Bani Allah. Mustafa vetë që të gjinin. Mos e shilluva me xhallar, s'po ta kanë ikë burr valla. Po të ka dhënë një rast me që Gjela gjeli në tutë në fond pa. në lëshoni. Sa leve? I merë lëshoni, që po sa të një